Sepse i kemi menduar, sepse është menduar çdo gjë. Sepse i merrim shumë seriozisht dhe ato i ndiqnin. Domethënë sepse ja tani mu feks. Para ka qenë një opozitë serioze, duhet ta them këtë gjë. E dyta, çdo fjalë që emetohej nga Selia e Partisë Socialiste kishte kuptim. Dhe kishte shumë përgatitje për të dalë për të thënë 5 fjalë atje. Nuk thoja dot se më lindi mu një ide dhe hajta. Kishte një staf përgatitur. Dhe fjalori i zgjedhur juridik. I zgjedhur se këtu ishte Maraku i Ramës pastaj, te fjalori dhe etika. Ky ishte Maraku i atij dhe e ka atë Maraka, e ka gjithmonë etikën dhe fjalorin. Ti mund të thosh, nuk ka nevojë të ngre zërin, po ngre argumentin. Kjo ishte training që bësh dhe kështu ikën edhe në dhe ja di për nder këtë gjë sepse na e ka mësuar këtë Mësuar Edi Rama, ja di për nder, taktikën e të folurit publik, po, ja di për nder. Kurse substancën e të bërit politik, ja di për nder Fatos Nanos. Fatos Nanos, o që më nga smove tani. Tani vetë më ngre topin tani pse ike me Ramën njërë, si undave me Ramën. Nuk është problemi ika apo si ika. Pse undave me Ramën? Që e zë shumë i fort, më. Mbarim shënimin e si gazetarë, me ato ndishtim atë. Unë nuk kam prish në herë mitësi personale me Ramën. Nuk kam pas në herë një debat personal dhe profesional me Ramën. Po pse ike pëse? Ika, sepse ika, nuk ika ndahet, më vjen me mend që ndahen rrugët, nuk është ndonjë gjë për të nuk është se ika apo erdha. Se unë as shkova as hyna as dola. Ti nuk je ujë që qëndron, ëh? Që rripes. Jo, e kam edhe këtë smundje patjetër, pra, domethënë nuk je ujë që qëndron pezë. Nuk diskutohet, por ti je all the rivers round. Domethënë ishte, pra, domethënë ka ndodhur një debat në PS, ndodhi një debat në PS atëherë, pas 2009-s. Ku nuk është isha në një grup, po thjesht bëra një apologji, thashë qoftë është për të kritikojmë Ramën, që të shpëtojmë PS-n, por duhet kemi parasysh që Rama është kali vetëm që të heq këtë karrocë. Kjo për këthy gabim nuk e di se si në çfarë thana, po di që kemi pas një debat. Ka thënë njëri që ylli tha kal. Jam i bindur që po. Jam i bindur që po, me shumë vite më vonë kam kuptuar edhe kush kanë qenë njerëzit që kanë fryrë. Ai i ke njohur, ëh? Po, kush që kanë fryrë këtë tezë dhe sigurisht që një fjalë thon këtu pastaj, thuhet një fjalë tjetër, kjo Shqipëria. Do të ti thesh kali vetëm që mund të rreq karrocën, ata ka thënë shef, ai tha kal. Do të thosë që kjo është para. Dhe në këtë pikë, pra ai tha një fjalë, unë thash një fjalë, unë dhe kjo është futesh pastaj në një. Tani në mbledhjen e qeverisë, cili ishte komunikimi me Rama? Rama tha këtë gjë. Nuk e kishte me qejf që të hyjë në kabinet për atë arsye, por me që hyn, sepse insiston LSI-ja, me që hyn bëj edhe mu i punë. Cila është puna? Të më shtrëngosh mbledhjen e qeverisë. Si të shtrëngosh? Ministri drejtësisë se ka këtë rol. Se ka projekt ligjet. Po të projekt ligjet dhe projekt vendimet. Ta shtrëngosh kuptimin që t'jetë solide vendimmarrja. Dhe kemi vu një bazë atëherë, ose një kusht, po. Këtë i thash e ke pa merak, e ke në definicion këtë, sepse kjo është puna ime. Bile edhe me një... është territori yt. Bile edhe me një marrje përgjegjësie, që në qoftë se gjykata kushtetuese në një vendim të vetëm. Pas ke bërë si bask. Po. Një vendim të vetëm na rrezoi. Ti largoj. Qeverisë ku unë jam. Po. Unë largova. Ç'o ndodhi? Kam kalu ligjin e pronave unë, që sot kur e mendoj nuk kalohet. Dhe kalova edhe me gjykatë kushtetuese pa ndërhyrje pa gjë, me drejt Zotit. Po. Dhe nuk ndodhi asgjë. Po jo pse ike pse? Ikëm sepse fillon prap, shiko, mandati im ishte mandat politik. Dhe kur kam aty, thash me ato dy. Me idenë që edhe do ikin ditë. Qëllimi i dytë, kush ishte qëllimi i dytë i LSI-së? Kishim një ministër në PR. Tani PR ministër, ku kryeministri është një PR-xhi, par excellence, nuk shkon. Është e sigurt që diku do përplasesh. Po patë përplasje verbale? Jo verbale, jo, po për daljet publike. Për daljet publike po, tani unë kisha marrë mandat dil publikisht, më thoshte më kushtat dalësh. Tash hajde gjeje këtë gjë. Për këtë. Pra ishte një papajtueshmëri midis dy shefave të koalicionit. Dhe ju zvendësuat mos gabojmë me Kështrit Vasilin? Po, ku sigurisht shefi im në koalicion u dorëzua dhe tha, "Okej, ik ministri." Do të thonë u bëri meta pasaj, se ai kërkoi hiqje dhe jo, ai nuk kërkoi hiqje, ai kërkoi që ky s'duhet ishte, jo një thjesht hiqje. Por në këtë pikë, pastaj kur filloi dhe meta, më thanë kushtat flasësh. Këtu pastaj këtu më ngatruaj. Dhe meta që kushtat flasësh, tipo na etj. Tash se s'duhet të hyj muhabete, se janë muhabetet por në thelb kjo është vërtetë. Çunë pikturë në një gjë nuk bëre një gjë. Kjo është jo pikturë, s'di pikturë, nuk di ta bëj këtë punë, me thënë drejtën. Po Rama pikturonte kur bënim mbledhje qeverie? Rama vizaton,
ka një vizatim anti-stres. Disa i ka interesante, me thënë drejtën, po interesante... Si ke marrë nga ato vizatime? Interesante, po Stalinin, Stalin Rao. A që i meni tjerët? Kush i merdhe mos e te mruga një kohë i merdhe, po kush merdhe? Po jo, ma thuj ministër. Ka shumë, jo. Kush merdhe të mi? Jo, më ministra, që ministrash. A, nuk merrin ministrat, po kush merdhe? Në mjedis. Stafi. Kemi net në mjedise private shumë, i herë një kohë me hanin, pinin e gotë verë. Dhe pastaj ju ikët nga qeveria dhe pastaj u prishët dhe me Zotin Meta, po me Zotin Meta? Jo, unë nuk kam prish asnjëherë me Zotin Meta. Zoti Meta pati një qëndrim eksesiv. Pse? Nuk e di pse. Sot e kësaj dite nuk e kam kuptuar, me thënë drejtën. Sot e kësaj dite unë nuk e di çfarë nuk e ke thënë Zoti Meta çfarë problemi ka. Gjëra që edhe nuk kërkohen, e kupton. Njeriu mbani qëndrim, mirupafshim, s'është ne gjë për tu çudit domethënë. Di këtë gjë që në 2 palë zgjedhje pas largimit tim LSI-ja ka dalë në zgjedhje me deklaratat e mia. Edhe më thoshin që ajma tani u boj. Po mi si mund ta lësh kaq lehtë të largohet një zë publik me potencë, jo zë publik thjesht që lexoje tekst. Më takon mua kjo gjë, është i takon atyre që i takon LSI-s, i takon Metës, i takon atyre ta dinë ta thon pse, qofse kanë ndonjë arsye. Unë nuk kam ndonjë kuriozitet, më thënë drejtën. Nuk kam pas asnjëherë. Kam menduar që okay, hajde bëjmë një copë rrugë. Sa më gjatë më mirë. Ka një problem në mjedisin politik, duhet ta dallojmë të gjë dhe partitë ose politikanët janë të vegjël ose të mëdhej në raport me në varësi të faktit se sa mirë dhe ngushtë bashkëpunojnë me njerëzit që kanë kontribut. Pra partia e vogël, kontribusit i largon dhe mbetet e vogël e bëhet gjithmonë më e vogël. Partia e madhe i mban kontribusit, i shton, nuk i largon dhe rritet. Kjo është problemi i LSI-s. Se kam kuptuar asnjëherë këtë zoti Manjani që LSI-ja, që më pas ndroi dhe emrin, arriti të bëhe këmba e tretë e perusisë në politikën shqiptare dhe e ka thënë dhe zoti Berisha politika u bë trepolare për parë në Shqipëri. Si ka mundësi që rritu me 19 deputet, dhe nuk është pak, 19 deputet partia e tretë? Absolutisht. Dhe shfryu si ai topi i te filmi i Mjezë Luft. Sepse është të qenit i vogël. Për LSI-ja, Meta dhe LSI-ja nuk punuan kur për të bërë të mëdhenj dhe për të ndëjtur të mëdhenj. Punuan të vegjël, ishin të hynë si të vegjël, ngelen si të vegjël dhe u rrudhen si të vegjël. 19 nuk është pak, se qysh i vogël dhe 19. Po pati një moment të reflektimi, dhe na të hapemi. Në sekondën që u hapen, që krijuan propozion, krijuan edhe këtë produkt. Pastaj u mbyllën dhe u rrudhen këtu. Ka një pyetje fare të thjeshtë. Më thua një shok politik që i ka mbetur Ilir Metës nga fillimi i jetës tij politike. Pyetje, kjo është 1 miliard, jo 1 milion. Maroj, se gjen dot. Pra, nëse Edi Rama e ka ndrifugën, po themi. Sali Berisha, po themi, ku diun Flavio. Rama keq është në këtë drejtim, no? Jo, e kam fjalën që pra se ka ne, se ndrifuga është kështu. Jo, një mik politik, por çfarë ka politik ndrifuga është, po flas një ministër, se Erion Velia që ishte miku. Dakor, jo, nuk është puna të kontribues apo jo. Mik më mik. Fitulesh ndash. Jo, Rama e ka, atë e ka. Fugën e ka, jo këtë drejt. Kjo është në këtë. Jo vetëm fugën, po edhe të tjerë. Zoti Meta nuk ka. Se Meta nuk ka, Meta e ka shumë të e po çfarë ndodhi me Meta? E dyta, me gjej një politikan, dhe unë kam përshtypjen që Enver Hoxha është i dyti mas Ilir Metës, që ka zbuluar grupet brendshme armiqësore. Ja kalon Enver Hoxha, ja kalon Ilir Meta Enver Hoxhës? Po ka vetëm armiq të brendshëm më burr, si ka mundësi më burr? Po ti jashtëm? Po nuk e di, tash. Ky ka të brendshëm gjithë. Gjithë. Po tash çfarë të them atë? Endrit Barendllari armiku më i fundit. Doli ky Sina i armiku i fundit. Edhe nga burgu ka armiq të brendshëm. Tash ka një problem që nuk shkon këtu me mënyrën e të bërit politike. Unë nuk ja uroj Ilir Metës këtë që po kalon. Dhe po e kalon me pa të drejtë, për hir të vërtetës. Për hir të vërtetës i kanë rënë në qafë me pa të drejtë. Lëre arrestimi pas mënyrën e arrestimit. Le mënyrën e arrestimit. Dakor? Se nëse vërtet ke 2 akuzat provuara, akuzoje, vazhdoj të bëj punën, akuzoje, dënoje. Më 24 orë përpara arrestimit ishte në SPAK ai. A të kujtohet? Po nuk kishte rrezik largimi. Po pra, 24 orë para ishte në SPAK. Skrutiniteti penal, mbyllja në paraburgim është e gabuar, është e rëndë, është e papranueshme. Ti me realist.
Dhe këtu nuk kam asnjë emocion tjetër përveç se një gjykim profesional, po edhe pak njohje njerëzore, në kuptimin që nuk mund t'i thuhet tjetrit unë milimetës jam akoma edhe sot e kësaj dite, mirënjohës sepse më dha mundësinë. Patjetër që po më burr. Më dha mundësinë për të treguar çfarë di të bëj. Vlerat. Sigurisht edhe të hiqet mundësia, po nuk kanë si po njerë ta dha. Kjo është gjë, unë jam mirënjohës, çfarë të them s'jam. Tani, unë e kuptoj që i shqiptar... Ke shkuar në Burg? Në Burg shkoj, po nuk... Jo, ai ke shkuar Medës? Jo, nuk i kam shkuar. Po se ke shkuar? Po duhet të shpreh ai vullnetin, se ti më shkon në Burg edhe s'pret. Po jo, ti bën kërkesë një avokatit që keja duhet vit. Jo, më hyj në Burg, nuk është problem me kërkesë për vullnetin avokat. Jo, si avokat i shton. Çështja është që duhet ai të shprehë një vullnet që më pret apo jo, se ti shkon atje edhe s'pret. Çfarë bësh? Se ke kërkuar ti si ta shpreh vullnetin ai? E po tani ka mënyra, po çështja është që me sa duket nuk... Okej, kam